Babai i Selinës shpërthen ndaj Mirit dhe produksionit. Situata brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka marrë për masa serioze jashtë saj. Babai i Selinës, në një lidhje telefonike për emisionin Shqipëria Live, ka lëshuar akuza të rënda ndaj banorit tjetër, Mirit, dhe ka kritikuar ashpër mënyrën se si po menaxhohet situata nga produksioni. Babai i konkurrentes e cilësoi sjelljen e Mirit si një nivel të lartë perversiteti. Ai u shpreh i revoltuar për faktin se po vihet në pikpyetje raporti i tij me të bijën, ndërsa theksoi se po përpiqet të ruajë etikën duke mos sulmuar familjarët e Mirit, nënën, motrën apo bashkëshorten e tij. Nuk dua të degradoj familjarët e tij, ashtu siç po bëjnë të tjerët me mua. Nëse do të kem mundësinë ta takoj, do t'ja them të gjitha në sy, u shpreh ai gjatë bisedës. Përveç banorit, shënjestër e kritikave ishte edhe stafi i emisionit. Sipas tij, produksioni duhet të ketë kontroll më të rreptë mbi situata që krijohen për hir të audiencës. Ai sugjeroi që produksioni duhet të angazhojë specialistë për të analizuar sjelljet që ai i konsideron të papranueshme. Sipas tij, dëshira përfitore ka bërë që Miri të jetë i gatshëm të bëjë çdo gjë, duke harruar moralin. Afërsia mes Mirit dhe Selinës nisi që në ditët e para, e nxitur edhe nga një avantazh i dhënë nga Kristi, i cili detyroi ata të flinin në një kreva. Megjithse Miri ka deklaruar vazhdimisht se sheh Selinën si vajzën e tij, veprimet e tyre në shtëpi kanë ngjallur reagime të shumta negative në rrjetet sociale, ku publiku e konsideron këtë marrëdhënie si të papërshtatshme.